Dhe keni vënë re që ata që i friksohen dështimit janë ata që kur nuk provojnë, sepse në vend që të parashikojnë fitoren, parashikojnë dështimin dhe më pas çuditen pse dështuan. Pra mos ki frikë të dështosh. Dështimi nuk është fundi, është hapi drejt suksesit. Njerëzit që kur nuk dështojnë janë ata që kur nuk guxojnë. Gabimet nuk janë turp, janë mësime, janë udhëzues drejt rrugës së duhur. Në fitore ka lavdi, por në dështim ka dije. Dhe kjo dije është ajo që të bën më të fortë, më të mençur, më të qëndrueshëm. Prano dështimin, mëso prej tij, bëhu më i mirë çdo ditë. Ju falenderit dhe mirupafshim në vitet e radhës.